Gjatë prajmit të së shtunës në Big Brother VIP, një nga momentet më prekse të mbrëmjes ishte letra që Selin mori nga babai i saj. Në mesazhin e tij ai e inkurajonte të vazhdonte lojën dhe të qëndronte e fortë. Letra u perceptua si një mbështetje morale e rëndësishme në një fazë delikate të lojës. Më pas, dinamika e shtëpisë ndryshoi kur Stelina zgjodhi Mirin për të kaluar në akuarium. Ky vendim solli një ndarje të re mes banorëve, duke krijuar distancë fizike dhe emocionale mes tyre. Lëvizja u interpretua si pjesë e strategjisë së lojës, por ndikimi emocional ishte i dukshëm. Pas përfundimit të prajmit, Big Brother VIP publikoi momentin kur Miri u fut në dhomën e rrëfimit për të komentuar situatat e ndodhura. Banori u shfaq i prekur dhe nuk I mbajti dot lotët, duke shprehur hapur zhgënjimin dhe ndjeshmërinë e tij. S'duhet të kisha ardhur këtu, të paktën sot, u shpreh ai, duke ju referuar faktit që Selin mori një letër nga babai I saj. Miri theksoi se e vlerëson Selin si person, duke I quajtur super njeri, por shtoi se situata u përjetua rënd për të. Ai ironizoi faktin se e manifestoi gjithë shtëpia dhe se ndarja nga krevati u pa nga disa si një moment kënaqësie. Reagimi I tij tregoi qartë se për të lojës, emocionet vazhdojnë të jenë një faktor I fortë brenda shtëpisë.